Dhe e dyta është emergjenca e arsimit lartë. Duhet bërë një strategji kombëtare e arsimit lartë. Ku po vemi? Shoku jot Edi Rama ka 12 vjet në qeveri tani, duhet ta kishte bërë, ribërë dhe ribërë. Dgjoj. Shqipëria ka shumë hallë dhe probleme. Edhe jo, e lehtë është, nuk është e lehtë ta qeverisë Shqipërinë. Nuk është e lehtë, është jashtëzakonisht e vështirë të qeveriset një vend që për kaq shumë vjet është abazuar dhe domethënë për gjitha përpara komunizmit e të tjera nuk ka pasur një traditë e tjera. Domethënë këtu është bërë jashtëzakonisht shumë. Zhvillimet janë të dukshme në shumë drejtime dhe janë shumë pozitive. Por si thuash në këtë vorbullën e zhvillimit të Shqipërisë që hera herës është edhe kaotik, në këtë lloj vorbulle duket sikur shkenca dhe sidomos arsimi i lartë janë harruar. Dhe kjo do na shkaktoj një gjë shumë, domethënë do jetë shumë e madhe. Shikosh ndodhi mua. Unë shkova për disa ditë në Greqi. Po. Ne shkova në Santorini. Po. Ditën e parë shkova aty, bëm mohabet na dhan dhomën. Kurse do rejashun aty, kur dëgjoj dy vete duke folur shqip, djem të rinj dhe vajza të reja. Që unë mendoja se ata do ishin në shkollë, do arsimuar, por ndërkohë ishin duke shërbyer aty. I pyeta aty sa çajini më, unë thras shqipi tash aty çajini. Shqiptarë jemi tha, u bën shumë qefi atyre. Nga 6-7 veta që shërbenin aty, 6 veta ishin shqiptarë. Djem të rinj, vajza të reja. Ditën e fundit vjen një tjetër aty. E më thamë, tha dëgjova që ti je shqiptar, po i thashun jam shqiptar. Ku je më thamë? I thashun jam në Amerikë, kam 31 vjet që jam aty. Në ndërtim punon, më thamë. O sa e bukur kjo. I thashun, jo më një kështu aty. I thashun, një laborator. I thash, shumë e bukur. po pse e them të gjithë, se mentaliteti tash është që të shkosh të gjesh një vend pune, edhe të mos shkosh në shkollë, dhe mos arsimohesh, edhe mos marrësh një degree në bachelor degree, një master's degree, të bësh një PhD, të vërtet të arsimohesh edhe, për këtë ka nevojë Shqipëria.